Antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet një nga synimet më madhore për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Aktualisht pothuajse të gjitha shtetet e rajonit po përpiqen të bëjnë hapa përpara në procesin e integrimit, përmes hapjes së negociatave dhe mbylljes së kapitujve të kërkuar nga Brukseli. Në këtë kuadër, Ballkanbarometër ka publikuar të dhëna nga anketa e tij më e fundit, e cila pasqyron perceptimin e qytetarëve mbi kohën kur ata mendojnë se vendi i tyre do të antarësohet në Bashkimin Evropian. Sipas anketës, 43% e shqiptarëve e shohin Shqipërinë si pjesë të Bashkimit Evropian në vitin 2030, përqindja më e lartë në të gjithë rajonin. Ndërkohë 27% e të anketuarve mendojnë se antarësimi do të ndodhë në vitin 2035. Shumë e ulët paraqitet përqindja e tyre që e shohin këtë proces të realizueshëm para dhe pas vitit 2040, respektivisht 11% rreth vitit 2040 dhe 8% më vonë. Nga ana tjetër, 8% e qytetarëve shqiptarë nuk e besojnë se Shqipëria do të bëhet ndonjëherë pjesë e Bashkimit Evropian. Por si paraqitet perceptimi në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, në shumicën e shteteve të rajonit, antarësimi në vitin 2030 nuk shihet si një skenar i mundshëm nga shumica e qytetarëve. Malizi dhe Kosova renditen pas Shqipërisë për sa i përket optimizmit, me nga 39% të anketuarve që besojnë në antarësimin brenda kësaj dekade. Në anën tjetër të spektrit qëndron Bosnia-Hercegovina, ku vetëm 9% e qytetarëve shohin të mundur hyrjen e vendit në familjen evropiane, përqindja më e ulët në rajon. Ndërkohë Serbia rezulton të jetë shteti me përqindjen më të lartë të qytetarëve që mendojnë se vendi i tyre nuk do të antarësohet kurrë në Bashkimin Evropian. Në të njëjtën linjë qëndron edhe Maqedonia e Veriut dhe Bosnia-Hercegovina, ku përkatësisht 25% dhe 20% e të anketuarve shprehen skeptik për të ardhmen evropiane të vendeve të tyre.